Punon në institucione shtetërore? Po, kam punuar në Bashkinë e Vodensit për disa vite. Me çfarë detyre? Kam qenë inspektor i tatim taksave dhe sekretar këshillit në Bashkinë e Vodensit. Në redaksionin e emisionit Fix Fare kam rritur një dosje për të kaluarën tuaj shëndetësore. Keni pas probleme shëndetësore? Unë për sa kohë që kam punuar në Bashkinë e Vodensit, nuk kam pas asnjë problem shëndetësor. Ju mund t'i drejtoni Bashkisë së Vodensit, dokumentat janë aty, zyra është aty dhe mund të merrni çdo lloj informacioni për mua. Nuk jam në ndjenjë për çfarë ju po thoni. Bashkia e Vodensit disponon çdo lloj dokumenti që ju kanë marrë në punë. Që më kanë marrë në punë edhe këto dokumenta, nëse keni marrë të Bashkia e Vodensit, mund të drejtoni. Këto nuk janë dokumente të Bashkisë së Vodensit. Unë nuk jam kompetent me fol për këto dokumenta. Ti ke pas probleme shëndetësore? Asnjëherë. Unë kam pas problemet e mia shëndetësore, por nuk jam kompetent me fol për këto dokumenta sepse unë nuk i njoh këto dokumenta. Zoti Ndoj, duke qenë se ju kandidoni, aspironi që të jeni deputet i Kuvendit të Shqipërisë, normalisht pas 11 majit mund të jeni deputet, mund të hartoni ligje, mund të jeni në komisionet e ligjeve, komisione parlamentare të disa dhe duke qenë jam totalisht i oft sepse jam edhe diplomum në Universitetin e Shkodrës në vitin 2011-2012. Nuk kam arsye pse të hinj edhe t'i kthem kësaj historie. Janë të sakta, këto janë një fletë drejtimi për në kem, ju jeni Gentian Simon Ndoj, i vitlindjes 1985 dhe diagnoza është çrregullime deluzionale. Falsi kishte jam ju? Fakol Çobo, gazetar i Top Channel dhe emisioni Fix Fare. Për sa i përket tyne, unë jam në fushalet elektorale dhe nuk kam pse. Keni pas kartel? Të thash edhe herë, këto dokumenta se ku i keni marrë ju, tek i keni marrë ju, mund dokumenta nga institucionet shtetërore, të cilat i ka siguruar emisioni Fix Fare. Absolutisht, lutem sot. As fotokopjet, as shkrimin. Nuk lexoj fotokopje dokumentash, shko merr raportin te bashkia ose tek zyrat përkatëse dhe ato sqarojnë. Unë sot kam kartelin e punës, jam shtosh e mirë dhe jam shumë. Keni paraqitur te strukturat e Partisë Demokratike? E kam paraqitur te strukturat dhe ku ka kenë këto dokumenta, nuk kam arsye pse mi paraqit. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve keni paraqitur këto dokumenta? Nuk kam arsye pse mi paraqit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Arsyeja e kësaj kronike është thjesht për të hedhur dritë mbi kandidatët e çdo lloj force politike, nëse janë të aftë të shërbejnë popullit. Duke qenë se deputeti është një ligjvënës, ndaj dhe po ju pyesin direkt. Pyet për pse keni ardhur. Kjo është një sulm i organizuar që bën Partia Socialiste ndër vite. Tek ne jo. Ndaj personit tim, por unë nuk e kam plan të ndaloj. Nëse do kalojmë te diagnoza që ishte, nëse s'do kisha letra nuk do kisha ardhur tek ju, nuk do isha paraqitur përballë ju. Për korrektësitë. Ju falenderoj, aq më tepër që dole ball për ball. Jo, do iku për një takim. Dhe është, nëse nuk e lexoj të deluzionet janë bindje të gabuara ato që vazhdon të jenë. Unë nuk e di se çfarë janë deluzionet, nuk ke pse më pyet mua sot. Unë thash, sot që po flasim, e keni këtë diagnozë, e keni këtë problem? Nuk kam asnjë lloj diagnoze. Sot jeni trajtuar për këtë gjë? Po flasim, nuk kam asnjë lloj diagnoze, jam shtosh e mirë. Ja pra Juliepe, nuk ka asnjë problem shëndetësor. Por urojt mos ketë më motor, por ne na ka ardhur informacione dhe ne ishim të detyruar të shkojmë nga mbrapa. Pse? Sepse ta thash dhe një fillim, bëhet fjalë për parlament, bëhet fjalë për deputet. Disha aty ku i keni marrë mundi me pyet. Unë kemi pyetur dhe na i ka thënë që janë të sakta. Jo, pyetja jonë është që ju jeni i aftë që nesër pas nesër që t'jeni një ligjvënës. Jam shumë i afër punë dhe forcën time e kam treguar gjithmonë. Presionet që ka bërë Partia Socialiste ose Bashkia që nga momenti që ndërzuana, unë nuk intimidohem. Pra unë jam ky saktësuar këto dokumenta janë shkuar një herë tek disa faqe portale që janë publikuar. Tash i pasi shkute ju, ato të merren me unë do merrem me popullin, me votuesit, do t'ju ofroj programin e Partisë Demokratike. Tek ne vijnë çdo lloj informacionin nga kushdo persona, qoftë edhe nga ty, nëse do na kishe vënë në dispozicion dokumente për një kandidat, normalisht do e pyesin. Në momentin që vijnë këto dokumenta, ne ju pyesim direkt. Unë nuk jam për keni emëruar në këtë rast ose nëse zgjidheni nga populli. S'më fol për dokumenta. Atje ku i ke marrë këto dokumenta, mundesh me fol. E ke pas këtë diagnozë
diagnozë, je kuruar nga kjo diagnozë? Ti me lexu diagnozat, as nuk jam këtu me lexu. Se s'do të s'di të lexosh, i vjen. Ky është kem doktora shumë di me lexu shumë mirë se i kam shërby edhe nuk i kam shërby. 2005 nuk është me shkrimdore. Fal, ne po Shtejdasi Gentian Simon Doj, banues në mjet Shkodër, ka kaluar në Komisionin Ushtarak Mjekësor dhe me vendim numër kaq e kaq, shërbimi detyrueshëm i shtyhet për 1 vit, thotë. I lëshohet ky vërtetim. kam falsifikuar në gjë, kam manipuluar në gjë, absolutisht. Pra nuk kemi, unë jam në fushat elektorale, çka kam me thonë ta thash. Më thej që nuk lexoi shkrimin e mjekut, kjo është një shkrim me kompjuter, thuhet çarrregullime deluzionale. Në fotokopje të dokumentave që nuk di me lexu fotokopje të dokumentave. Bëhet fjalë për disa njerëz që do hyjnë atje, do Po dokumentacionin e nevojshëm ai e ka dorëzuar dhe ai tani po punon për fushatën, është në rregull mendoj. Mirë, na priti s'mo duk. Tani- Nervoz. Është për nervoz. pritimi nervoz. Nuk flitet me të. Nervoz. Mirë ishte. Nëse nervoz. Au. Çelos, nervoz, çelos. Nëse e falenderojmë që na dha një përgjigje dhe na priti etj. Falenderojmë dhe Xhemin e cila i shkoi çështjes deri në fund. Ja, po fitoj, pastaj ne do ta shohim me curinë e tij, sjelljen me shokut. Qëndrueshmërinë e tij në parlament. Si do sillet tjetri. E më lera të do thonë më. Publicitet. Ja, siç të leon ty. Më i lakshëri më qajni bofë sot, e? Hajde. Hajde, tek karikatura për mbrëmjen e sotme. Ja, Juli. E dia të shprehen që nëse do kesh ndonjë nevojë, thirrri nevojë se do të ndihmoj. I thirrri nevojë sa i tha, ha, s'u përgjigj nevoja, di çata po i futën vetë punës ta se do rregulloj. Ja, pra kjo ishte Një nevoja. fjalë alternative për nevojën kishe apo? Nevojë pra domosdoshmëri. Po. Nuk e kisha. Moj, pse mi pse mi konotacionizon si? Monitorim. Ju lutem. E more vesh ti statistikën e fundit e? Që meshkujt janë më besnik ndaj berberëve të tyre se sa ndaj grave partnerëve kështu me radhë. Ashtu, ë? Ne. Por në fakt nuk është për të habitur, se kur mësohesh me një modelim, nuk e ndron dot dorën. Po pra, mësohesh me djentën dorë. Një modelim ose një prerje flok është ti mund ta bësh për 20 minuta, po të mbajti ai me muhabet, shkon edhe 40 ty 1 orë. Ka raste që shkon e 2 orë. Mund t'ulesh e bëj bashkëbisedi me klientin para, mbrapa vazhdon i ofron atë pjesën e shërbimit. Berberi di ca gjëra. Simon, ç'a gjërash di Po ai? di më ti ato që ti thot. Se do flasësh ti kur qetesh. Me. Se nuk të rria ajo gojë. Po tash shkon njeriu rria 4 orë te berberi. Për shembull, na e njoni rastit që ka në lidhje 2 fish, kupton? Mund supozojmë që mund të jetë i martuar, edhe mund të ketë në lidhje 2 fish. E thot ç'a të bëhet, thot ti ta diskutoj me berberi. Ua, interesante. Dashje. More vesh pse janë besnik mu. Po, pra, po. Nuk është vetëm pjesa e flogut. Sepse këta din gjëra. Tani që ta dish që ti je në brendësi të ngjarjeve, çdo studio debati është kthyer në berberhane. Berberhane? Po. Pse e thua këtë? Po se njonit nuk i rruhet, tjetrit nuk i qetet. E qartë. Jo, pozicioni im është kredi qartë. Pozicioni Unë nuk për edhe pozicioni im. Unë nuk kam pozicion, vëlla, nuk më rrohet hiç për pozicion. Po pra, po trembën shumë politikanët për... Ase që e niç. Jo, një sekondë. E dëgjon Manjanit, po Manjani Ti kur të shkosh në një studio televizive se e bërë për të qethur? ja do shkoj te Manjani. Jo, pozicioni im është kredi qartë. Unë nuk për edhe pozicioni im. Unë nuk kam pozicion, vëlla, nuk më rrohet hiç për pozicion. Po pra, po trembën shumë politikanët për... Ase që e niç. Jo, një sekondë. Suksese. Amor Juli që nuk zure mend. Pse? Nuk more shembull një herë. Nga kush moj? Po nga Megi. Po ç'a të bëj më motor? A e ke parë se si shtrihet kur bën emisionin? Megi Poliani, mbas meje që drejton për puthën, e drejton duke u shtrirë. I rri Megit, thot njeri që të shtrihem unë për të prezantuar me ju. Se ti më do vjen ambulanca, besoj, po u shtriva unë. Po ai është emision për të shtrirësh, ai si mund shtrihem te fiksi unë tash se më vjen keq. Ti thua shiko se jemi keq kuptuar. Po një vertikale edhe mund ta kishe bërë për shembull. Kur ta bëj bjeta do e bëj edhe unë. Të shtrihem unë për të prezantuar me ju. Se ti më do vjen ambulanca, besoj, po u shtriva unë.
Juri, boll salutove, boll na përshëndetje. Ju falenderoj shumë që na ndoqët sot në Fix Fara në Top Channel. Tani unë e kryva misionin për sot. Dhe ku do shkosh psi? Do ikësh të flesh gjumë? Me ty më. Me mua, jo. Po s'ka tash se është ora, kanë mbaruar mitingjet tash, e? Kanë mbaruar apo jo? Ka mbaruar, po një këngë edhe mund ta bësh. Okej, një këngë do këndojmë sot, hajde. Për fushatën tënde po. Natën e mirë shihemi nesër, vajzash momenti të kërcenim. Hajde se punë s'kemi, hajde Lëviz ikim o Doris, Gjemi. lëviz, mos më rri ulur. Doris, me që punë s'kemi, hajde ikim o Gjemi. Jo, më vjen keq. Do you want to go to the pub? Why are you trying to get me to the pub? Do you want to go to the pub, I'm saying? Yeah, but why? Because I want to go to the pub. To do what? Just have a drink and be quiet. Yeah, you can't reach your toes. This is as far as I can go. I can't reach my toes either. Oh my god, my God. Nej! Ja men vad fan. Like a little half that, like if I put like a little deck in front, it's still like a little girl, like not a baby. How the f*** wait. Please help me with the dishes. Hey, Mommy. You're 40, and I'm 4. Okay. And so you are older than me, and so I think you can do it by yourself. I believe in you. I believe in you, Mom. I can do the dishes myself? Yeah. They literally went out of their way with our tax dollars to make a biking lane right there. And I got these guys
on the middle of the road? Come on, guys. Look, big team here. Big line that way. Big lines that way. And on Collier. And, I don't know. Like, what are we doing? Are they just gonna lift this car up? Oh! Whoa! What a plan. You want that front position? No, sure? I really don't. Okay. Hey, you Come on, do it. Lan bir şey var mı? Geri zekalı. God damn. So C9. Correct. Oh no! You smashed on the window. Roll the window up. Got
Менее создали проблем мирового масштаба, и это, конечно, поражает. Насколько уроженка Перми Галкина, я не знаю, я не видел ее паспорта, но проживала она на Кипре, непонятно.